janë në qasë emocionu se këtu stadiumi kombëtar që mos stafët takimit midis skuadrëve Partizanit të Vllaznisë, udhëheqë skuadra shkodrane me rezultatin 1-0 që nga minuta 6 të pjesës parë, janë minutat të fundit të zbret të skuadra Partizanit e kërkon për ta barazuar rezultatin, po si do të qoftë ka një blok në mbrojtjen e Vllaznisë me krye gigantin Çapaliku e me portierin e Shuar Pavlinoja që i ka zbrasur aksionet gjatë këto momente. Si do të qoftë rastet nuk kanë munguar deri të përsëri skuadra Partizanit për ta barazuar rezultatin. Është Shtllaku niset vetë të përpara, pason në qendër për tek Pano që në përpara Majta Selvin fundore Jangu që kërkon triploj, gjithë Jangu, po dhe kësaj herë nuk i shpëton mbulimi tret të Çapalikut që ka marrë, e ka përcjellë për tek shokët e vete, e në zërsi për tek Çanga, niset përpara Koçobashi në zërsi, pas do qoftë loja nuk më vazhdoj më, qytetari Shazi Vagruta ka dëshuar për përfundimin e krajtit takimit tunë që më stafa me vitorën e skuadrës së Vllaznisë së Shkodrës.